Kryetari i Komunës së Ulqinit, Gëzim Hajdinaka, në prag të festës së vitit të ri të enjtën, gëzoi fëmijët të qendrës ditore për fëmijët në zhvillim, duke ndarë dhurata simbolike. Po ashtu fëmijët e kësaj qendre dhurata fituan edhe nga Ferhat Dinosha, ministri i pakicave. Dhe me thani ju e dini që në fund vitit Komuna e Ulqinit praktikon të ketë takime me shumë shtresë të shoqërisë tonë. Normalisht besoj se më kuptoni, flas me shpirt dhe edhe me thënë ashtu si e di, takimi me ju është i veçantë, për vetë faktin se të gjithë së të dam problemet të cilën e kemi. Më lejoni që në emrin tim të siguroj dhe du të pranoni këtë si sinqeritetin më të madh për bashkëpunëtorët e mi, pra për komunën në përgjithësi, llogaritni në ne si një prej anëtarëve të familjes tuaj, dhe se kemi dashur në këto ditët e fundit të këtij viti, që ndoshta për arsye objektive ka pas edhe lëshime për sa i përket vetë punës që kemi bërë të drejtim, por ju siguroj që njeriu në punë edhe eliminon gabimet dhe do të jemi çdo herë me ju që t'i kalom gjitha këta që i njim në shpirt, ju edhe na sigurisht sa ma mire e ma le. Ne do të punojmë dhe do të bëjmë pa mundën ashtu që edhe në ditën kur e kemi hap të ambient, që fëmijët në nevojë të qytetit tonë mos të jenë planur mësdore, por të jenë barabartë me të tjerët. E thaç dhe më duket se u kuptova drejt, njeriu në punë çdo herë gabon, nëse alshu diçka, jemi këtu që së bashkut me ju prej vitit tjetër të eliminove të kene sa më mirë. Znači, da ponovim sebe, želim da vas ubedim da govorim od srca, da kod mene, moji saradnika i u opštini, znači u cjelini, nas smatrate kao dio vaše familije, jednog člana, računajte na nas, svakako taj koji radi može da sebi i dozvoli da pogreši, jer samo onaj koji ništa ne radi, onda nema grešaka u sebi. Mi ćemo maksimalno da poradimo na tome da se vi ne osjećate ostavljeni po strani. Zapravo, naša djeca, kad kažem naša, sve su naša djeca. Nema familije koji nije kod sebe u ovim problemima, neko na ovaj drugi na drugi način, ali ja želim da vas ubijedim da sve što je u moći nas kao pojedinca i kao kolektiv i institucije učinit ćemo da se naša djeca, vaša djeca osjećaju kao i svi ostali u našoj opštini i našem gradu. Mi kao opština, evo, više godina zaredom praktikujemo da imamo kontakte sa jednim, sa drugim i sličnim kao što smo danas i razlog zbog čega smo se okupili. Ajde da uzmemo u obzir ono što smo juče odradili. Juče smo najboljim studentima podijelili nešto što se zove stipendije za najbolji pokazani uspjeh i normalno htjeli smo da na kraju ove godine mi zajedno danas podijelimo par trenutaka zajedno i da poželimo da 2011. nam bude svakako bolja i da bude onako kako svi želimo da nam bude u našim domovima. Znači, ko god želi dobro svome domu, ajmo da pomislimo da tako bude i kod drugih. Onda ćemo uspjeti u našem poslu i u našem svakodnevnom zajedničkom životu. Kam për detyrë që edhe atë do të kaloj të institucioni i quajtur komunë, edhe në emër të ministrit Dinosha, i cili është dashur të jetë sot këtu dhe ka llogaritur ashtu në buxhetin e tij në gjitha qytetet, pra që faktikisht i volon ai në feratin e vet, ka dediku ka një paket pako për fëmijët e qytetit Ulqinit. Ai ka kërku falje sepse për obligimet që ka në qeveri nuk ka mujtë në marrë pjesë, atë do të dam na pra në emër të komunës, në emër ti për na do të krymë, së bashkët me pako që i kene përgatit na nga komuna e Ulqinit. Pra, në emër të Ministrit Dinosha ju përshëndes, ju uroj çdo të mirë në vitin 2011, edhe njëherë ta kuptoni si drejt faljen e tij se nuk ka marrë pjesë në këtë. Duke marrë parasysh atë që e dim që nuk ka ndonjë kosto të madhe, por për mua ka rëndësi tjena së bashkut dhe domethënë tjena me problemin, ne si komunë kemi llogaritur që në mënyrë simbolike t'i kujtojmë fëmijët tanë, pra me një dhuratë simbolike, qoftë edhe me një zarf me një kosto financiare simbolike, por sigurisht mund t'i ndihmojnë edhe t'i shërbejnë çdo cilit. Pra që mos të teproj me fjalët e hyrjes, unë edhe njëherë juve të gjithë ju uroj
gëzuar vitin e ri 2011, le të jetë vit i sukseseve, vit i gëzimit dhe çasteve të gëzueshme në familjet tona dhe normalisht të gjithë fëmijët të jenë barabartë dhe mos të ndinë veten të lanur pas dore. Znači još jednom na kraju, mi kao opština smo zajedno s vama dogovarali, tako i praktikujemo, da sem simbolični novogodišnji paketiće za djecu, shodno našim budžetu, a jesmo realni da priznajemo da je kriza svuda prisutna, ali nismo htjeli da stežemo kaš tamo gdje smo ocijenili da je najpotrebnije. Znači, uz ovaj paketić, opština shodno listi koje smo dobili od gospodina Turakova, znači u toj listi, toliko smo ih i namijenili po broju, imat ćete i nešto simbolično, neki mali iznos novca, što nije apsolutno i ne valja ga ni spomenuti, ali radi korektnosti i radi naših obaveza prema onome što radimo, to moram da kažem. Znači, neka vam je sretna nova godina i što manje problema i više sretnih trenutaka u našim domovima.